Sa i përket kushteve atmosferike dhe motit që do ta kemi në Kosovë, rajone dhe më gjerë, po fillimisht po nisemi prej vendit tonë dhe kemi mundësi me i pa temperaturat që po mbizotrojnë brenda teritorit të Kosovës. Kemi maksimalen prej 23 gradë Celsius për ditën e sotme, ndërkaq minimalja shënon me 9 gradë Celsius në Prishtinë dhe në Gjilan. Gjatë ditës së sotme, gjithashtu edhe gjatë ditës së nesërme, është parapar dhe paralajmëruar njëkohësisht që të kemi kthjellime, por mbi gjitha do kemi edhe prezencë të reshjeve të shiut. Vazhdojmë shohim temperaturat edhe për gjatë ditës së nesërme brenda teritorit të Kosovës. Kemi maksimalen përsëri me 23 gradë Celsius në qytetin e Gjakovës, ndërkaq minimalja shënon përsëri me 9 gradë Celsius në qytetin e Gjilanit. Pra nuk kemi edhe shumë ndryshime për sa i përket temperaturave. Vazhdojmë tek Shqipëria, ku edhe atje gjatë ditës së sotme parashihet të kemi reshje të her pas hershme të shiut, reshje lokale vlen të cekët, për shkak se do kemi vetëm në disa qytete. Maksimalja qëndron me 24 gradë Celsius në qytetin e Beroatit për sot, ndërkaq minimalen e kemi me 8 gradë Celsius në qytetin e Korçës. Shihet qartazit që edhe qytetet e tjera siç është Tirana, Elbasani, Fieri e të tjera qëndrojnë mirë me një temperaturë maksimale prej 23 gradë Celsius. E për sa i përket ditës së nesërme, kemi 23 gradë Celsius pothuajse në të gjitha qytetet, përfshirë edhe maksimalen prej 22 gradë Celsius për nesër, ndërkaq për sa i përket minimales në Shqipëri, kemi si çdo herë tjetër Korçën me 7 gradë Celsius për nesër. Vazhdojmë edhe tek Maqedonia e Veriut, ku ka ndodhur me hera të tëra që të kemi ngjajshmëri edhe në kushte atmosferike, por edhe në temperatura mes Maqedonisë së Veriut dhe vendit tonë. Për ditën e sotme kemi 24 gradë Celsius maksimale në Shkup, ndërkaq minimalja shënon në Strug me 9 gradë Celsius. Shohim temperaturat edhe për sa i përket ditës së nesërme në Maqedoninë e Veriut. Kemi maksimalen për 23 gradë Celsius në Kumanov, ndërkaq minimalja shënon përsëri me 9 gradë Celsius në Strug. Për fund e kemi edhe kontinentin evropian dhe qytetet që janë pjesë e tij dhe shohim se çfarë temperatura kemi. Si çdo herë tjetër Athina dominon me maksimale, duke pasur 25 gradë Celsius, pastaj për sot e kemi Beogradin me 26, edhe Romën me 22 e kështu me radhë, ndërkaq për sa i përket minimales kemi Oslon me 5 gradë Celsius për sot. Vlen të cekët që kryesisht pjesa qendrore e kontinentit evropian është ajo e cila mban dhe mbizotron me një stabilitet të qartë atmosferik. Vazhdojmë shohim temperaturat edhe për sa i përket ditës së nesërme apo ndryshe 24 orëve të ardhshme. Kemi Oslon me minimale prej 4 gradë Celsius, ndërkaq për sa i përket maksimales kemi Ulqinin me 25 gradë Celsius për sot, pastaj kemi Beogradin me 24, përfshirë edhe Podgoricën e kështu me radhë, edhe qytetet tjera që ndrojnë mirë, përfshirë edhe Romën që mban për ditën e nesërme 25 gradë Celsius. Është e qartë dhe e dukshme që jemi duke shkuar drejt motit të mirë edhe drejt ngritjes së temperaturave dhe po shpresoj që kjo do të duket edhe në vendin tonë shumë shpejt. Faleminderit shumë e mira për krejt informacionet që na i dhe sa i përket motit, e ne pikërisht e kemi edhe një storje që ka me na pëlqyer